Drejtimi automjeti pa leje, kanosje, mashtrime, posedimi lëndëve narkotike dhe kontraband fishek zjarresh janë disa nga veprat për të cilat policia procedoi disa shtetas. Specialistët e qarkullimit rrugor të DVP-Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AS, 21 vjeç, banues në Lushnjë pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Divjak referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin NH, 47 vjeç, banues në fshatin Çerm Shkumbin, pasi ka kanosur nëpërmjet celularit një 57 vjeçar për motive të dobta. Gjithashtu në komisariatin e policisë Lushnjë është paraqitur shtetasi RM, 47 vjeç, i cili ka kallëzuar se shtetasi JS, 33 vjeç, aktualisht në paraburgim në JVP-Fier, i ka marrë një automjet duke e mashtruar se do t'ja blinte. Po punohet për gjetjen e automjetit edhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP-Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin VM, 26 vjeç, banues në Fier pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike të DVP-Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit FK, 43 vjeçe, RM, 62 vjeçe dhe EH, 41 vjeç, të tre banues në Roskovec, pasi në dyqanet e tyre janë gjetur fishek zjarr, të cilët dyshohet se janë të kontrabanduar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.